Shumë fjallë që na i ka marrë ftyren, me dalë bikini në televizion, nuk ka qenë e pranueshme, sidomos për rrethin. Kom pas momente që kom qajt, jem zhgëny, kom mendu që ka bona, unë krem nuk bona. Arbona ke pas gjithmonë pasion prej fëmirisë këtë pjesën e aktrimit, modelingut e këto? Jo, as edhe njëherë. Apo cila ka qenë atë kohë ëndra jote për që gjatë rrugës pra, ka ndryshu? Ndoshta si fëmijë unë e kom mësuar shumë edhe kom qenë ndër nxënësat më të mira në shkollë gjithmonë. Ndoshta gjithmonë kom dashur me pas atë qendrën e vëmendjes, po ndoshta pa e ditë vetë se çka po du. Ndoshta gjithmonë mësoj me pas qendrën e vëmendjes familje, në shkollë, duke qenë nxënësja më e mirë, dyqysh si me thonë si më e privilegjume. Por si fëmijë, fillimisht normalisht kom pas ato ëndrat e mia, mu bë mësuese, pastaj doktoresh. Mirë, po në botën e artit ose të showbizit as edhe njëherë, sepse ne në familjen tonë askush nuk ka qenë pjesë e botës artit showbizit, edhe ndoshta s'kom pas asnjë lloj inspirimi që me mendu që një ditë unë do t'jem vetë. Krejt kjo ka ndodhur rastisht, kam qenë nxënëse e gjimnazit, duke shku në shkollë, përveç se më kanë pa një vajzë gjatë, nuk është që e kam mirë mbajt veten, sepse kam qenë nxënëse që kam mësuar shumë. Edhe më dalon një vajzë, thot, po mahet mi speja, kështu, thot, s'po vjen me marrë pjesë. Ta shku unë e mes, çfarë ato jetë bukura. Dhe me thonë as vetë besimi se kom pas, as absolutisht hiç mendje rreth fushës modës, se diçka mirë, po pastaj kur shkova në shtëpi bisedova me shtytjen e familjare normalisht, shko merr pjesë, okay, shkova, provova, fitova dhe pastaj nuk ndola. Pra familjarët e ka prit mirë, duke ditur që nuk ka qenë shumë e lehtë në familjet të tona që vajzat. Jo, në familjen e ngushtë, fatmirësisht unë thash që jam rrit në familje shumë e dashurie dhe gjithmonë kanë qenë shtys që shko, provoje, bën diçka, sidomos vllau im i madh, ka qenë njëri ndër shtys kryesor që unë më shku përmes. Normalisht rrethi i gjarë jo. Kom pas shumë paragjykime, shumë kontradita, shumë fjallë që na i ka marrë ftyren. Normalisht vitin 2006 ka qenë edhe një kohë pak më ndryshe kur kam dalë, me dalë bikini në televizion, nuk ka qenë e pranueshme, sidomos për rrethin, nga i cili unë e kam marrë mirë, po fatmirësisht familjen time të ngushtë gjithmonë e kam pas krah dhe gjithmonë kanë shoqëru kudo që kam marrë pjesë, edhe Miss Kosova, edhe Miss Glab. Për faktin që sot kur ju shohin njerëzit që shohin gjithmonë si një vajzë shumë e bukur, shumë e zoja, po nuk i dinë gjithë këto sfidat që i hasim gjatë rrugës. Sigurisht në atë kohë, duke qenë 16 vjeçare, pothuajse një fëmijë, edhe ndoshta një fëmijë mirë, po jo me përvojën e eksperiencën e duhur të jetës. Sepse unë e thash në atë kohë nuk është që kemi pas informimin e duhur, jetës sociale, krejt që kemi mësuar shkollë shpe dhe me dalë me lujt. Ndoshta një fëmijë sot është i formuar shumë ndryshe se sa ne. Ndoshta kjo pjesë ka bë po, jam lëndu. Faktikisht, kom pas momente që kom qajt, jem zhgëny, kom mendu që ka bona, unë krem nuk bona. Si fëmijë, kom përjetuar shumë rëndë edhe pastaj kur del edhe mes, ndoshta unë në atë kohë nuk e kom ditë as vlerën e titullit që e kom marrë, nuk kom qenë vetë në dijeni se çka kom fituar, se sa qenë ka rëndësishme, me qenë nga vajzat më të bukura të qytetit. Pastaj të Kosovës, duke qenë në moshë të re, nuk e kam menduar as vetë se çka kam përsipër përveç asaj ndjenjes që wow, unë e dola më e bukur dhe kokna e bukur. Pastaj ajo ndjenja e lumturisë me veten dhe normalisht kom pas momente shumë zhgënjyse. Tash ka ndodhur shumë herë kom qajt. Ke mendu me ndërprer, më thonë po ndalen shkaku i fjalëve. Po, kam mendu, e kam ndërprer një periudhë kohore, pastaj masi pothuajse kam përfunduar Miss Globin, nëse nuk gaboj një vit, kam fillu me ndërprer gjitha aktivitetet, sepse thash të vazhdoj fakultetin, qysh se isha veç në fakultet edhe qenë ka e vështirë për mu, nuk më isha mi përballu fjalë, thash e themet, gjykimet, që ndoshta shpesh herë unë as veten nuk e njihsha. Edhe fillova me bo një shkputje gradualisht, por me kalimin e kohës, ndoshta dhe rritet njëri, formohet, thash, hej, kjo se filloj me mjep emocion, lumturi, skena, ekrani, e shisha vetën... Ose adrenalina e televizionit. Po, e shisha vetën që po mungon diçka, dhe pastaj jom rikthy normalisht në shumë projekte të ndryshme, dhe kom vazhdu, pastaj kom fillu me
me u vaksionu, që shtojmë. Nga krejt këto edhe ma asnjë nuk jom dalë.